Tani, Bushat, si konsideron në rezultatin e thellë që ka marrë Edi Rama? Pse ka ndodhur dhe çdo të thotë për vendin një mandat i 4 për Edi Ramën? Për mua s'kishte një surprizë sepse isha i bindur që do kishte votime dhe jo zgjedhje. E ke thënë vazhdimisht. Dhe në një farë mënyre doli. Çfarë doli? Doli ajo që e pam që është ana e dukshme e icebergut dhe që është raporti paraprak JSB-e Odirit, i cili me gjuhë ashtu diplomatike thot zgjedhjen kushtet pa barabarta, intimidimi i administratës, blerje vote, media që ushqen me para publike. Pra, që këtu ti kupton që nuk flitet për asnjë mjedis demokratik të zhvillimit zgjedhjeve. Por thash, kjo është vetëm ana e dukshme e icebergut. Kush është ana e padukshme e icebergut? Janë votat e marra me kriminal. Do me thënë, është bërë refren ai rasti i asaj vajzës Elbasanit, me numër rekord votash. Këtë herë, 18.000 kisha jo. Rama dhe Rilindja kanë zgjedh një strategji. Cila ka qenë strategjia? Jeti band kriminale, ke shumë lek, blen vota, mos voto Partinë Socialiste, që unë t'i provoj votat në këmbim të asaj që do marrësh, ti do katapultosh një anonim. Dhe kështu shpjegohet që në disa qarë që ne kemi njerëz fare anonim që janë kthyer rekordmen votash. E para. Pra, përdorimi bandave kriminale për vjedhje votash. Zëgjineja në Fjerë, tha Klod edhe këtu. Ajo vajt në Elbasan, kjo tjetër këtu tjetër, po. E dyta, këta nuk i vodhën votën vetëm të tjerëve. Pra, dhe PD-s, dhe Lëvizjes Bashk, dhe Lapajt dhe Agronshejt. Këta i vodhën votën edhe vetë njëri tjetrit. Do me thëmë, po të shikosh, asnjë socialist nuk mund ta mendoj që në kushtet barabarta Pandelim Majko merr 1/10 e votave të ministrit brendshëm që akoma njerëzit nuk i dinë emrin. Por del ministri brendshëm dhe s'del Pandi Majko. Ose qoftë dhe Rion Braçaj që kanë marrë më shumë, po prapë shumë më pak se ministri. Pra, të gjithë ministrat e qeverisë janë kryet listë. Do me thënë, i duan kaq shumë. Apo janë metoda tjera që janë vënë lojë. Por, nuk kanë përdorur vetëm këtë. Rezultatin e Ramës këto zgjedhje e shumë fishoi dhe fakti që për herë të parë, kishte në dorë kërbaçin e drejtësisë së re dhe të SPAK-ut. Do me thënë, o ka shkallmuar SPAK-u dhe drejtësia e re, çdo lloj kundërshtarit Ramës, merr faktin më thjesht për shumë. Ilir Meta para 4 vjetësh kishte 30.000 vota në Tiranë. Sot u ka ta ndis me 1.700. Atere ishte president, që mund të mblidhte rreth vetes më shumë urrejtje, tani është një i burgosur që mund ngjalli një lloj mëshire. Po pse? Dhe Ilir Meta merr si LSI-s po aq vota sa çka i Brajmëllarin që është në listën e PS-s. Pra, të shkatrosh një parti me 100.000 vota me mashën e bashkibozukëve të SPAK-ut, do me thënë që ti ke futur dhe faktorë të tjerë në këtë lojën e madhe. Dhe pjesa që për mua e vërteton faktikisht gjithë këtë që po them, është që ka që të hënën që nuk bëhet ky debat që po bëjmë ne sot, po në gjithë studio televizive dhonë. Humbi Berisha, po do iki ky Berisha, po plaku do i vije i vota. Ne do të themi këtë po më vonë. Se edhe kjo është pjesë, por nuk bëjnë analizën themelore, ore kishim zgjedhje apo kishim votime. Dhe pastaj të rinet marrin faktorët e tjerë, Berishën, Arlindin, Ilir Metën, Adriatik Lapajn e tjerë. Pra, fokusi është ky,
që të gjykosh dikë si garoi në zgjedhje, duhet të dish që ai kishte kushtet minimale ai për të garuar. Unë mendoj që askush s'ka pasur kushtet minimale të garuar, se ka qenë një garë ku Rama kishte dhe Kulaçin dhe Gërbaçin. Mentor, se po shkruan të një ti. Jo, isha duke shikuar... Jo, edhe më shikosh po, to që ta Bushati tani, që mendon ti? Po shko, një pjesë e argumentave që ndrojnë, do të thonë që është e vërtet ajo që thot, e tha Berisha në fakt, e tha më sintetikisht, që Partia Socialiste ka krijuar një shtet elektoral. Kjo është plotësisht e vërtet. Po shtet elektoral në kuptimin e thjeshtuar është praktikisht sinteza atyre vreteve që bëri OSB-u diri për kërcënimin e administratës, për blerjen e votave, para se të shkojnë, para se të hidhen për të votuar, apo dukurit tjera. Mirë po, këto janë vetëm një pjesë e argumentave. Unë mendoj që një nga arsyet e tjera, do binim përsëritjen që do thoshim, lidhet dhe me dobësinë e opozitës. Lidhet dhe me pafuqinë megjithatë të partive të reja politike të partive të reja, po për të krijuar frymën për ndryshim. Në qoftë se opozita plus partitë e reja do ta kishin krijuar frymën për ndryshim, çka nuk ka lidhje me shtetin elektoral, atëherë nuk do të kishim këtë pjesëmarrje në zgjedhje, do të kishim pjesëmarrje më të madhe, do të kishim më të madhe se sa 2021. Është gjë që nuk u vëre. Pra, sa herë që ka ulje të pjesëmarrjes në zgjedhje, automatikisht nuk kemi rotacion, nuk kemi frymë për ndryshim. Dhe kjo nuk u vure, partitë e opozitës, partitë e reja nuk e krijuan frymën për ndryshim. Llogarisëm që kishin 114.000 votues për herë të parë. Votuesi për herë të parë është i prirur për ndryshim. Pra, ky është faktor i rëndësishëm. Faktor tjetër që nuk merret konsiderat për të caktuar pse Partia Socialiste fitoi, është dhe ajo që Shqipëria jeton megjithatë në një lloj mirëqenie fiktive. Do shqiptarët jetojnë lloj mirëqenie fiktive që krijohet, që vjen kryesisht prej parave të diasporës, artistat, papastra, por që krijon iluzionin e mirëqenies. Posaçërisht dhe ardhja turiste dhe ajo e krijon idenë në një vend i cili lulëzon apo ka mirëqenie relativisht lartë ekonomik. Dhe një faktor tjetër që injorojnë, po dëgjoja Arlinin, është mbështetja ndërkombëtare, mbështetja perëndimore, posaçërisht mbështetja europiane. E ka pas patur dhe mbështetjen amerikane, tani me ardhen e administratës së re nuk është shfaqur tërësisht, me përjashtim të Grenellit apo të presidentit Trump. Telefon një të... Pra, mbështetja europiane ka qenë konstante, ka qenë në rritje. Edhe aktiviteti sotëm është tregues i kësaj mbështetje